6 shtetas shqiptar janë arrestuar dhe janë publikuar në listën amerikane të personave të konsideruar me rrezikshmëri të lartë për vendin. Sipas raportit të Departamentit të Sigurisë Kombëtare, këta individ janë ndaluar si pjesë e një operacioni të gjerë federal që synon identifikimin dhe largimin nga SBA-ja të personave me rekorde kriminale të palishëm ose që konsiderohen kërcënim për sigurinë publike. Të arrestuarit me origjinë shqiptare të përfshirë në listë janë Vasil Vukaj, i shpallur fajtor për vrasje dhe i arrestuar në Kaliforni, Florian Delia, i dënuar për sulm fizik, i ndaluar në New York, Adush Muçaj, me precedent për dhunë fizike, i cili është arrestuar në Utah, Marian Makai, i dënuar për vjedhje, sjellje të çrregullt dhe kërcënime terroriste, i arrestuar në Kaliforni, Nikol Leshaj nga Kosova, i ndaluar për sulm dhe përfshirje në aktivitete kriminale, Besar Doça po nga Kosova, i jetuar për përfshirje në organizata kriminale sipas ligjit të RICO. Përfshirja e shqiptarëve dhe kosovarëve në listën e fundit ka tërhequr vëmendje edhe brenda komunitetit shqiptar në SBA, duke ngritur shqetësime për imazhin e diasporës tonë. Ndërkohë, autoritetet amerikane kanë paralajmëruar se operacionet e kontrollit dhe dëbimeve do të vijojnë me intensitet të lartë në javët në vijim.